Presidenti Macron goditet me shuplak nga bashkëshortja, video bëhet virale, reagon Pallati Elize. Kjo shuplak e dhënë presidentit Emmanuel Macron po bën xhiron e rrjeteve sociale. Incidenti është kapur nga kamerat kur hapet dera e avionit dhe shihet dora e bashkëshortes së tij Brigitte Macron, e cila e qëllon atë në fytyrë. Kreu i shtetit menjëherë kupton se po filmohet buzëqesh dhe përshëndet shpejt të pranishmit. Më pas, mediat shkruajnë se presidenti francez, siç e ka zakon, ia zgjat dorën gruas së tij për ta shoqëruar, por Brigitte Macron refuzon. Kjo çështje ka shkaktuar shumë tension edhe në Francë. Në fillim, Pallati Elize reagoi duke thënë se këto pamje ishin të rreme dhe të krijuara nga inteligjenca artificiale, por këto imazhe janë reale pasi janë marrë nga agjencia prestigjioze e lajmeve Associated Press. Më pas, një bashkëpunëtor i ngushtë i presidentit foli për një ngacmim miqësor mes çiftit, por ndjekësit nuk janë të bindur me këtë version. Presidenti francez ka nisur një turne një javor në Azinë Juglindore në Hanoi. Ai do të vizitojë gjithashtu Indonezinë dhe Singaporin.